sa peqen kushtet që të krijohet një lëvizje armatorsor, sa ishte të përgatitur populli dhe sa ishte koha e fillimit të kësaj lëvizje që u kurorëzua me liri. Po, unë tash po e them, ka qenë kam pas rast me banu të një francez ka qenë shef i misionit Kepsit këtu, ato para luftës që i ka marrë me hulumtu këtu. Një raport për 28 faqeve. Kam qenë unë të ai kam banu, do me thonë një 2-3 muaj kemi nejtë bashkë me ta, dhe me ka shpjegu shumë mirë këtë problem. A neve kemi orë në Kosovë, misioni ynë ka qenë për me pas në kapacitet të ushtarak në Kosovë të mbrojtjes popullore. Sa kanë mundësi ato me ra në dorë? Sa shqiptarët do të mundën të rezistonin? A do të mërim na nga jashtë për më fut armatim? A do të mërim Shqipëria me i furnizu? Edhe çdo detaj dhe matimin e kishte studiu mirë. Kur e kemi bë këtë raport, kemi raportu në Hagë, edhe kemi thënë që Kosova nuk është e gatshme për shkak të rrethonave. Mirë po përgatitja aty është e jashtëzakonshme. E të neve na ndodhen në dy gjona tjera. Na ndodhen këto kur fillun luftrat në Kroaci, në Bosnë dhe këto, neve e pam domosdoshmërinë që duhet në mënyrën më të shpejt mundshme me konsolidu radhë, pa marrë parasysh çfarë lëvizje ka qenë, a kishin LKCK apo kishin grupe tjera, ato kanë pas një ideal me çliru Kosovën. Pse pikpamjet e tyre ka qenë të ndryshme, rrugë nuk do të thonë që janë të njëjta, apo kanë pas një njëjtin synim, kanë pas një njëjtin destinacion. Edhe kështu që unë gjithmonë konsideroj se edhe sot e kësaj dite ka mbet ky sindromi i përçarjes, që unë jam shumë kundër tyre, na kemi pikë synim për me ndërtu Kosovën, për me antarësu Kosovën mekanizëm ndërkombëtar, për me zhvillu ekonomikisht Kosovën, edhe për me qenë Kosova mbrojtur. Neve të këto lëvizje tektonike, politike të fundit, po e shohim se prapë do të mos thirrë te figura emblematike Ademir Sharit, do të mos thirrë te figurat ato më markante që kanë qenë gjatë historisë Kosovës, do të mos thirrë komplet në mundësinë tonë se sa mundemi neve me qenë të evropian, për shkak se politika ndryshon çdo herë, edhe tash e kemi një problem shumë të madh. Edhe po të mos ishe familjet si familja Share, familja Haradineve, familje aty në Lezhë atje në Vranëç, apo familje tjera që kanë dhënë dëshmorë më të madhe edhe që ruajnë ende sot e kësaj dite atë frymën tek shqiptarët, se edhe po të ndodh nesër diçka e tillë, prapë shqiptarët janë të gatshëm për më u përgjigj vendit vet kur thret atë. Mirë po, kjo që ka ndodhur jashtë Sharit, edhe njerë po e tham, është ajo sublimja. Është ajo, ata me vedije kanë shku drejt e vdekjes. Se ajo sakrificë, ka thonë, u boft dritë e popullit tim, thot një shprehje. Gjaku i u boft dritë e popullit tim. Ka shembuj në aspektin historik, sikurse familja Jashare, që ka ndodhur, apo që... Po, na mujë me mor shembull të shumt, ka shembull shumë në përbot, kësi të tillë, po nuk kanë qenë në përmosat e tilla mu sakrifiku komplet familja. Edhe, me thonë drejtën, diçka që ka e bon më të madhe këta, se herojtë të mëdhenj, të cilët e bojnë nomin në popullin e vet të vuajtur, janë herojtë më të mëdhenj që i ka dhënë bota. Edhe Skënderbeu është i tillë, nomin e ka bë këtu, edhe William Wallace, nomin e ka bë në Skoci, edhe mujë me përmend 10 heroj në përbot, të cilët janë shumë të njohur vetëm për faktin që një popull i vogël, duke luftuar me një fuqi të madhe, ka mri me e siguru lirin, me fitu lirin, me fitu të drejtat e tyre. Me thonë, edhe neve, kjo e zmadhën ende ma shumë. Bile son mu më bën përshtypje shumë edhe ato momentet se i mbaj mend pak i mbaj mend se i vogël isha, mirë po i mbaj mend gjitha e sakrificë. Edhe tentativa atëherë me tjetërsu, mi shpall terroristë, gjithë tjetër shprehje të poshtër që e ka përdor, dhe me thonë aparati shtetëror Serbia së kohë, edhe ka kthyer me lujt edhe me kartën fetare. Aty e kam pa që një loj jashtëzakonisht, jo loj, po ka qenë lëvizje, jashtëzakonisht e kujdesshme edhe mirë, se edhe xhamia, edhe kisha, të gjitha kanë përkrah. Bile më kujtohet me 15 mars të vitit 1998. Pikërisht mars, pas vrasjes së tyre, kanë kërkuar me çu mesh të gjitha kishat në Kosovë, edhe mu solidarizu, edhe pe aty pe kishës 15.000 vetë janë nisur protesta drejt qytetit, këto thot Howard Clark në librin e tij Civil Resistance in Kosovo në vitin 2000, që ka shkruar, ka qenë shumë memoria freskët. Edhe shumë autorë tjerë e çmojnë këtë unitetin që e kemi pas. Edhe unë tham, ajo ka qenë familje emblematike
duhet të mbetet familje emblematike. Edhe sot neve që ka në mungon. Unë habiten se pse nuk është bon një film, apo një dokumentar i përmosave të mëdhaja të hollywoodiane, edhe Kosova me investu, do një balet edhe do të me promovu edhe në aspektin kulturor përmes artit. Fuqia është depërtuese, për shkak se ai depërton në arti shumë më lehtë nëpër Evropë, nëpër botë, edhe mesazhe shumë më i fuqishëm se përcjellet më shpejt, edhe kaptiviteti për me kap mesazhin edhe të popullit tjerë shumë i madh.